Dila po, më thuaj. Jetoj në burin e ndarë, të thot nuk e do të as 2 metra në këmbë vetëm, pa shoqërues. Jetoj me të në një shtëpi prej 5 vitesh. Jeta ime sot është një makt që nuk ja di fundin. Ndonjëherë as vetë nuk e di se kush jeton brenda këtij trupit tim. Eci, por jam e vdekur. Ai rënoi martesën tonë, më torturoi, më poshtëroi, la shtëpinë në bixhoz dhe harronte të kthehej në mbrëmje tek unë. Nuk erdhi as në maternitet kur linda djalin. E njoha kur isha 18 vjeç, me dashuri, ose të paktën kështu mendova. 20 vjeç u martuam, por pas lindjes së djalit të parë, ai nuk më preku më me dorë. Thoshte që isha një plak, flinte në një dhomë tjetër. Unë punoja, ai hante, shiti gjithçka dhe ja fala. E fala përsëri dhe përsëri derisa vendosa të divorcohem. Por në atë moment, ai ktheu fëmijët kundra meje. Djali i madh u bë agresiv, ra në depresion. U detyrova t'u rikthej babain në shtëpi, por nga ajo ditë nuk jetoj më, vetëm marr frymë. Kam ankth dhe atake paniku, dhe nuk bëj dot as 2 hapa pa shoqërues. Ai më rënoi psikologjikisht në martesë dhe nuk arrita të shpëtoj as pas divorcit nga ai. Është një hije që jeton edhe sot nga krahët e mi. Kjo është historia e Dilës, pseudonimi i saj, e cila vjen në seancën e parë për të kuptuar vetë shkatërimin që po i ndodh, duke sakrifikuar veten për fëmijët e saj. Dila, 90% e ditës është e shkatruar. 90% e ditës tënde është e shkatëruar. I gjithë ky përjetim që ti ke vjen nga fakti se je në një marrëdhënie të papërfunduar, pra ligjërisht e divorcuar, por jeton me ish bashkëshortin tënd. Jetoj për natrin e fundit, sepse në që kam bërë divorcin, edhe kam marrë shkëputjen, fëmia i madh më ka përjetuar një traumë shumë të madhe, gjë që kam parë shumë një gjatë me psikolog, dhe pas që e vetmja zgjidhje ishte që të vinte përsëri në shtëpi, dhe ta mbaja në shtëpi në natrin e fëmijës, 4 dita ditës. Është shqetësuar djali? Po, shumë. Nuk e pranon atë fakt, se ishte lidhur me teatrin. Dhe sa kohë u bë që ti jeton kështu tani? Kam rreth 5 vite. Ke rreth 5 vite. Jetoj në këtë situatë. Djali është shqetësuar, por ajo që po shkatërohesh tani je ti. Është e vërtetë. Si është atmosfera brenda familjes tënde, në raport me ty, me ish bashkëshortin? Gjithkush hyn në vend. Gjithkush del, domethënë pa të thënë, vetëm mund të flasë për të fëmijëve që mund të shëndetemi ose mund të ha atë që mund të rastis të ha një pjatë vetëm për atë tyre, po gjë që nuk më kalon poshtë, sepse nuk mundem ta pranoj dot. Ti e ke të vështirë të jetosh brenda asaj shtëpie. Po, e kam shumë të vështirë. Shtëpia është e juaja? Unë jetoj me qira, paguaj vetë gjithë, edhe zotëria, do me thënë, as nuk është përgjigjur, as për fëmijët, as shtëpinë, jo sot që jemi në këtë kohë, po dhe më përpara, se gjërat që kishte ndërtuar ndër vite shkatërri bixhozi, dhe rriti, do me thënë, situata deri. Pra, dikur ju keni pasur një shtëpi që sot nuk e keni, sepse ato e ka lënë në ish bashkëshortit në bixhoz. Po konflikte mes njëri tjetrit sot që jetoni në një shtëpi keni? Mund të tentoj që të krijoj, po thjesht të shmangen. Po fëmijët e tu, kryesisht djali yt i madh, i cili donte aq shumë pranin edhe të mamit tënden, por edhe të babit. E përjeton, arrin ta kuptoj që brenda shtëpisë klima nuk është aq e shëndetshme sa i donte? Apo është rehat? Ai e kupton, po që prap nuk ka një gjë është shumë i vetvete. Është i mbyllur. Po, shumë i mbyllur vetvete. Dhe kur do me thënë që të flasë të dojë, ta ullë, të bëj të kuptoj, gjithmonë nuk do vetëm do më mbron teatrin në çdo situatë. Në çdo situatë ai do me thënë del krasit. Po pse mendon që ai është gjithmonë në krah të babit? Jep frymë negative ndaj meje. Ishte ajo që çoi gjërat këtu, ndërkohë vërtet është krejt ndryshe. Po nuk dua të rëndoj fëmijën tim dhe po i mbaj gjithë çupe dhe gjithë ajo që kam unë në tuat e mia,
Do me thënë këtë gjendje që jam unë sot. Je Që nuk duk- mund të eci do 2 hapa vetëm. Nuk ecën do 2 hapa vetëm. Po djali i madh e kupton se sa keq që ti të shikon kur je smur, je në krizat e tua të panikut, të Po. ankthit. Më shikon. Po nuk është e bën një reagim. Nuk reagon. Po ti si ndihesh kur kupton që ish bashkëshorti yt, ti ka kthyer fëmijët kundër. S'ka më shkatrim më të madh të shpirtit copa. Të arrish të sakrifikosh deri në këtë pikë për fëmijën. Dhe është këtë lloj mënyre që kthehen ata është shumë poshtëse, Të lëndon. shumë vrapje. Tregojnë ata mungesë respekti ndaj teje? Nuk e tregojnë sepse nuk e kam lejuar, nëse nuk kam vendosur kusht. Më trego pak për ditën tënde. Si e kalon kohën tënde? Thej që nuk del dot nga shtëpia të ecësh as 2 hapa Po. e pa shoqëruar. Dita është zgjohem, nis fëmijët për shkollë, pastaj kur që jam në punë, më çami ose ndonjë shoqë që më merr te shtëpia shkon. Aty kur i thon rafte në për e shty domethënë të orashin, dhe pse shoqet mundohen sepse e din situatën që unë po kaj. Po. Mundohen të më qenë afër të më ndihmojnë, po nuk është zgjidhja. Po kohën në punë si e kalon? Ndjen shqetësim apo është ndoshta është për ty vendi më i sigurt, vendi më i rahatshëm? Ndjej shumë, them të drejtën jam shumë në sikletë, më ndjen tani si në turp, më duket vetja si e paaft. Çfarë përjetimesh ke? Cilat janë ato ndjesi fizike që ty të bëjnë të ndihesh keq? Po putje e gjunjësh, mëndsh, gjendje të fitë, nuk i mbas në ndjenjat 100%, po që janë ato botën, frikë, të rrashëm të shpeshta të zemrës, sikur mbyte, janë shumë, nuk është një. Dhe sa kohë u bë që ti i ke këto simptoma, Dila? Gjatë vite, shumë vite. Goxha vite. Po të shkaktuara mbas divorcit apo i ke pasur edhe më herët simptomat? Jo, këto kanë filluar që të drejtën mbas lindjes së fëmijës dytë. Mendova se u rregullua gjithçka, po u bë akoma më keq. Edhe aty fillova ato shenjat e para, po që nuk i kisha kaq të shpejt. Tani, mbas kësaj situatës që kalova jam për ekstrem. Po ish bashkëshorti yt kur të shikon ty që je kaq keq dhe vuan kaq shumë, bën ndonjë lloj reagimi? Ja, thjesht një çmur. Jo. Jo, ati nuk i intereson fare si je ti. Ti je një çmur, thot. Ti je një e çmendur, po që në fakt ai është duke jetuar në një shtëpi që mbahet me kontributet e tua, në thonjzat e një të çmendur. Nuk ka fare ndjenja mirënjohjeje ndaj teja. Kur një njeri nuk e kupton çfarë do të lang, se shumë njerëz e dëgjojnë që ne shkojmë te psikologu dhe të marrin për pa ofenduar askën. Sikur jemi të sëmurë mendor. E kuptoj paragjykimin edhe stigmën. Ti thuaj që ai është një person tërësisht indiferent, të gjykon, po dikur si ka qenë me ty në martesë? E ke ndjerë ngrohtësinë e tij? Si ka qenë ai si bashkëshort? Pas lindjes së fëmijës, ka ndryshoj. Ai nuk flinte më me mua, ai nuk flinte më në shtëpi. Më ishin ditë të tëra që nuk vinte. Dhe okej, ja lash e kuptova sepse mendova si për vete, thash, ndoshta nuk ishte përballur me një fëmijë dhe mund ta pësonte si traumë. Mbajta të gjitha në supë vet. Por jo, u bë shumë e vështirë. Nuk kishte marrëdhënie. Ai as trupin tim nuk e njeh. Po ai të jep ndonjë shpjegim pse i ndodhte ky largim? Mund të është ta ulja dhe në momentin që ulja tani është drejt, tani është darkë, dhe gjithmonë ikte dilte. Do me thënë ti ke jetuar në një ambient ku të ka munguar ngrohtësia, mbështetja, ndihma, qoftë edhe një përqafim. Po, përqafimet nuk ishin fare, kishte vetëm dhunë psikologjike në çdo moment, fjala që përdore ti je një plak. Ti je një plak. Një plak, sepse trupi ndryshoi pa. E kuptoj. Nuk ishte perfekte, kishin shumë vite diferencë. Ishte shumë më i madh se sa ty po thua. Po, shumë herë.
Dhe ti ishe plaka që nuk e përmbushje më atë. Mbaj mend një episod që ka pasur problem shumë të rëndë. Kur jam afruar dhe i përqafrim dhe më ka thënë një fjalë ofenduese, për mua aty bota. Po pse të ofendoj? Sepse më quajti të përdal. Se i dhe bashkëshortit të një përqafim. Po. Ka që pa zakon të ishte në marrëdhënien tuaj të kishte një përqafim? Jo, s'pe fjalë fare kur. Po ti si e ndjerë si grua në këtë martesë? Vetëm grua nuk e ndjer. E sot që mendon për veten tënde dikur të vjen keq për zgjedhjen që ke bërë? Më vjen shumë keq sepse kam qenë një vajzë çarkëne, vajzë në horizont, vajzë që e doja shumë jetën, vajzë që nuk e mendoja kur që unë do arria në këtë gjendje. Në gjithë që më njohin më thonë jo, ti nuk je kjo. Dila, çfarë të frikson ty më shumë sot? Që të jenë fëmijët pranë meje, atë dua vetëm atë. Dhe kjo është edhe frika jote më e madhe, se ndoshta mund t'i humbasësh? Po, se ndoshta do më urrejnë. Se ndoshta do të urrejnë. Ka diçka që ty të jep forcë, që ty të jep shpresë? Në këto momente, domethënë në këtë fazë që do asgjë. Dikur ka qenë shoqëria, domethënë e që gjithë mërzim. Po tani jam. As fëmijët nuk të japin një lloj përmbushje? Është domethënë ata normalin për ata pori, ata janë pika kryesore. Po flas veç kësaj që unë kuptoj. më bëj të ndihem. Po familjarët e tu, prindrit e tu, të mbështesin në këto momente, të kuptojnë, përpiqen të të ndihmojnë? Po, madje ata më thonë ik të veten. Po, ik shpëto veten. Pa fëmijët? Jo, me gjitha ta po. Nuk arrin do me thënë të kuptojnë se fëmijët do harrojnë. Është një moment i vogël. Më kanë thënë që do kaloj, por kanë frikë prapë. Do të thotë që fëmijët janë të lidhur me babain e tyre, kalojnë kohë, pra ai ju përkushtohet për faktin që ata kanë një lidhje kaq të fortë emocionale. Është kjo, se unë jam pak e rept, jo se e rept, në lidhje me mësimet. Dua shumë që atë të studioj, sepse ke kërkesë llogarie. E di kapacitetin e fëmijës. Po, kam kërkesë llogarie të fëmija dhe dua gjithmonë u rrit tek koka që mos të marrin atë rrugën e keqe. Po, normal, si çdo nën për fëmijë. Po, unë shikojmë si ta them në frunza shtriga. Nga fëmijët? Po, do me thënë që sepse ai thot lëre, e në qoftë se unë them ju lutem u luni të bëj mësime, ai mund t'i thot lëre, s'ka gjë. Dhe atyre u duket bukur tani, kupton? E kuptoj që të ka hyrë në një kënd vështrim të jetës tënde që të ka thyer gjithë drejtimin e marrëdhënies me fëmijët e tu. Është vështirë për ta menaxhuar, sepse fëmijët janë të vegjël për të kuptuar se kush ka të drejtë dhe kush po gabonte se sa po vuan ti. Por ti vet kur përpiqesh ndonjëherë, ndoshta edhe me këshillën e prindërve, arrin të gjesh një zgjidhje për të dalë nga kjo situatë? E ka menduar një diçka që të marr fëmijët, të largon për disa diku në një vend të bukur, të jenë në qetësi. E ka menduar kur të jetë mbarimi i semestrit të parë, të ulem të tentoj edhe një herë, domethënë të paktën fëmijës madh të shpjegoj disa, të flas vetëm për vetë. E kuptoj që jeta jote është shumë e cunguar në punë me shumë vështirësi fizike, sepse ankthi ty të pengon të bësh punën si duhet, të jetosh si duhet, jashtë punës, jashtë shtëpisë. Por më tregove në fillim që 90% e ditës tënde është një ferr i vërtet. Në 10% tjetër të ditës, çfarë ndodh? Si është? Nëse mund ta konsiderojmë atë pjesën e mirë të ditës. Janë ato lëra që bëjnë në shtëpi me fëmijët e mi. Ose kur kam mundësi për shembull, i ka të dy në duart, sepse të thash është e pamundur të eci, dhe pse nuk dua t'u transmetoj atë frikën që unë di në çdo moment, mundojmë ta mbaj për brenda. Ndoshta ai që nuk e nxjerr kjo është gjëja më e keqe. Që kaloj me fëmijët e mi është ai 10% që më i bukur. Që jemi vetëm të tre. Me të gjitha këto simptoma që ti tregove, ke kërkuar ndihmë? Po, kam punuar dhe me psikolog,
kam përdorur dhe medikamente, po tani nuk mund t'i vazhdoja më seancat me psikologun, nuk pa mundësi ekonomike sepse E kuptoj. jam në situata të tillë. Mjekohesh ndërkohë? Për momentin jo, për momentin jo nuk kam. Jona, si e shikon Dilën? Jeta e saj ka disa element kyç që kanë bëjnë së pari me një martesë e cila ka vënë në dukje ndryshimet e para që përjeton një grua mbas shtatzanisë, ku përballet me vetë si grua, me trupin, me ndryshimet, ndryshime fizike dhe ndryshimet hormonale që bëjnë ato luhatjet e vazhdueshme në emocion, vjen në duke nga partneri jon, nga partneri që në atë moment duhet të jetë shtylla mbështetëse më e madhe, sepse është vetë procesi i ri adaptimit me trupin e ri, me statusin e ri si nën, me çdo gjë të re tashmë, sepse i ka dhënë fund një stadi të vjetër, por përballesh edhe me një mungesë të madhe të mbështetjes që e bën akoma më të vështirë si proces. Elementi tjetër që ka dalë në pashë ose pamundësia e saj për të lëvizur, një tjetër barrierë, sidomos për një grua që nuk arrin dot të përmbush ndoshta nevojat e veta apo nevojat që fëmijët kanë, shtëpia ka, që e bën të ndihet e paralizuar edhe në këtë aspekt. Çështja psikoemocionale absolutisht është një gjë tjetër shumë e rëndësishme, sepse sa paralizuese është aspekti fizik, aq është dhe ai mendor. Kështu që në këtë pikë, duke mos patur mbështetje, duke pasur fëmijët jo të ndjerë afër vetes në vendimet që ajo mund të marrë, e bëjnë akoma më të vështirë për ta të kaluar si proces. Për këtë e dëgjojmë edhe në zërin që ajo përpiqet të flasë, ndjej shumë trishtim. Edhe kjo ngarkesa emocionale shfaqet në çdo aspekt të jetës edhe të mënyrës se si ne flasim, si ne sillemi, si ne mendojmë. Bllokimin e saj mirë kuptoj shumë, edhe e kuptoj që duke pasur dhe fëmijët në këtë kundërshtim për të marrë vendimin, mund ta bëjnë shumë të vështirë që ajo të shikoj të plot, pra prandaj tha 90% unë e shikoj të bllokuar jetën, 10% i kam ato takimet e vogla me ta. Më vjen mirë që ka kërkuar dhe ndihmë, të paktën edhe për atë periudhë që mund të ketë marrë, nuk e di nëse ka ndjerë një lloj reflektimi tjetër, një lloj çlirimi apo një lloj shprese. Do doja shumë ta dija Dila nëse ty të ka ndihmuar sado momenti kur ke kërkuar ndihmë. Po, më ka ndihmuar faktikisht, të them të drejtën. Jo direkt, nuk e ndjeva direkt atë ndryshimin, po që avash po kuptoja që po ndryshoja. U bëra si thonë za më e aftë për veten. Pastaj nuk mundesha më dhe Nuk e di nëse ankthi që ajo që ti Dila ke përjetuar të ka penalizuar akoma më shumë në jetën tënde. Domethënë është frenues, të pengon të dalësh jashtë, të bësh gjë që më përpara i bëje, për nga frika se mos ndodh diçka. E kam ekstrem, domethënë frikën. Çfarë mendon? Kur të kap një moment Nuk ankthi? e di, blok total. Që do thot mendon, ke mendime katastrofike, se mund të ndodh diçka e keqe. Ajo është. Çfarë mendon më shumë? Ose cilën simptom e ke më problem kur të kap? Këputjen e gjunjëve dhe marrjen e mendve, sepse unë mbas komplet kontrollin. Dhe këto dy simptoma ty të bëjnë të mendosh që mund të humbasësh, pra mund të bjet fikët, mund të vdesësh. Cilat janë ato mendime që ke? Jo, në vdekje nuk kam frikë, të them të drejtën, nuk kam frikë, po është ajo gjendja që më lë pas kjo, domethënë më jep një ndjesi shumë të keqe brenda vetes, më demoralizon. Pra të duket sikur do vazhdoj, do zgjatet në kohë? Do vazhdoj përjetësisht, po. Dhe kjo është ajo që më vret. Kjo të frikson. Po. E kuptoj. Dhe ka pas momente që ti kur të kap simptoma ke bërë diçka, domethënë bën diçka zakonisht, për shembull kur të merren mend, ke ndonjë mënyrë se si e zgjidh? Thjesht marr alkool dhe vën ujë. Këtë e ke një sjellje të shpeshtë, domethënë e bën gjithmonë, sa herë që del nga shtëpia. E kam në çdo moment. Dhe nëse nuk është, çfarë ndodh me ty? Nuk ka paniku. Pra, edhe nëse nuk e përdor, mjafton që ta kesh me vete dhe jep siguri. Po. Në fakt, kjo sjellje që ti bën e shton ose e mban ankthin,
se ne gjithmonë zbulojmë cilat sjellje bëjmë që na kujtojnë ankthi, na kujtojnë pasigurinë tonë, na kujtojnë që ne nuk jemi të afta me na xhem vet atë simptom. Dhe për këtë ne bëjmë disa sjellje. Dhe një prej tyre është edhe kjo, të mbash alkol me vete apo kur ty të merren mend të mbash mbas diçkaje. Këto janë sjellje që neve gradualisht duhet i heqim. Pra ti ta sfidosh veten gradualisht që mundesh dhe nuk do të bie të fikët, është në fakt një shpjegim biologjik që ne kemi përmendur që të fikët ne nuk na bie asnjëherë nga ankthi, sepse tensioni i gjakut është aq i lartë sa e bën të pamundur që ne të bijem. Ky është një shpjegim i anës tonë biologjike që ti mund ta mbash në mendje që sa herë të kesh të këputin e gjunjëve, siç e shpjegon, apo marrjen e mendve, nuk ke një rënje në tokë, pra nuk ndodh sepse është vetë ajo pjesa e adrenalinës në trupin tënd që të mban shumë në presion edhe shumë vigjilente. Të fikët neve na bie kur kemi presionin e ulët të gjakut ose kemi një çështje tjetër fizike. Pjesa tjetër do ishte që unë mund të të rekomandoja të hiqnim këto sjelljet e sigurisë. Pra ti gradualisht e lije me qëllim alkolin në shtëpi ose kur eci rrugës të mos ulesh direkt apo të mbash apo mos ecësh shpejt, se kur ecim shpejt i kujtojmë trurit tonë që ka një rrezik dhe aktivizon prap ankthin. Pra këto do ishin disa këshilla që unë do t'jepja për çështjen e ankthit që ti të lirohesh të paktën nga një barë që po e mban aktualisht. Më pas, çështjet e tjera familjare, unë e kuptoj që ato nuk janë të zgjidhshme nga vetë ne. E kuptoj që ti do mbështetjen edhe të personave të tjerë, në këtë rast të fëmijëve. Kjo pjesa e prindërimit është diçka që duhet diskutuar shumë me ish-partnerin, duke qenë se ju jetoni në një shtëpi dhe ky është elementi tjetër kyç i historisë tënde, që të detyron të mos e zgjidhësh situatën, të mos avancosh në jetën tënde, për ti aty me një person që të ka dhunuar, të është sjellë keq, të ka abuzuar dhe vazhdon me prezencën e tij të japi të rikujtimin e vazhdueshëm. Po, do mundohem ta bëj këta. Po përpiqem, po nuk e di se sa do t'ja arrise. E di që je lodhur. Janë vite të tëra që ti po sforcohesh. Kur të arrish tek pragu i parë, mund të kuptosh se çfarë çlirimi mund të merr trupi yt edhe mendja jote nga gjithë ky bagazh emocional i përjetuar nga këto vite. Ta kuptoj. Dila të ndihmon këshilla që Jona të jep edhe orientimi se ku duhet fokusohesh? Këshilla Jonës është gjëja e parë që do ta vë në praktikë. E kuptoj që ti e ke të vështirë, por mes gjithë kësaj pamundësie për të vepruar, kuptova që deri diku e ke krijuar një plan shpëtimi për veten. Pra një fundjavë me fëmijët, ndoshta do të ishte një moment ku mund ta trajtoje edhe një herë mundësinë për të jetuar vetëm, pra të ndarë, ashtu siç edhe e keni vendosur ligjërisht. Mund të jetë edhe një ndërmjetës mes teje dhe ish-partnerit që mund të rregulloj çështjen. Pra dikush që partneri yt, si ndërtojmë partneri, ish-partneri yt, mundet ose ai e dëgjon. Pra nëse ai e dëgjon dikë, qoftë një kushëri, qoftë një shok, qoftë një familjar të tij, që mund të bëhet ndërmjetës mes jush për çështjen e fëmijëve. Nëse ata nuk kanë empati apo ndjeshmëri ndaj teje, të paktën të kenë ndaj fëmijëve për ndikimin që u jepet, sepse është negativ. Mund ta kuptoj që ai ka një revolt ndaj jush, por kjo revolt që ka ndaj jush ndikon drejt për drejt fëmijët. Dhe nuk e di nëse është e mundur ose të vjen ndërmend dikush nga familja juaj që mund të bëhet pjesë e këtij ndërmjetësimi. Marrëdhëniet e mia me gjithë shoqërinë apo njerëzit e afërt atij e kam shumë të mira dhe ruajnë shumë respekt për mua, sepse e din. Ai është njeri që është, ta them, agresiv me gjithë. Nuk është se është vetëm me mua, ashtu është tipi. E kuptoj. E aty, megjithatë unë do mundohem, domethënë ta gjej, do ta provoj edhe këtë, të falenderoj. Do ta provoj edhe këtë metodën, ndoshta mbase funksionon. Të provojmë çdo gjë, pse jo? Dila, dëgjova faleminderit, por të falenderoj ty që na besove historinë tënde. Edhe siç e themi në çdo episod, përmes historisë tuaj, ju ndihmoni shumë njerëz pa e ditur që i ndihmoni. Sepse na e thon ne. Po, e vërtet, dhe nga ana tjetër ndihmon edhe veten, edhe ti ndihmon veten, besoj që kjo bisedë që sot e ke ndarë, ndryshe nga përditshmëria jote, të ka sjellë një këndvështrim tjetër. Edhe për mënyrën se si ti qasesh gjërave, por edhe për të gjetur ndoshta një dritë. Kështu që unë të falenderoj shumë që ishe sot e pranishme dhe uroj që gjërat
të zgjidhen më së miri për ty dhe për fëmijët e tu. Faleminderit. Dërgoj për qafime. Faleminderit për qafime edhe nga ne. Faleminderit Jona që ndave dhe sot me mua këtë bisedë me terapin tënde që është gjithmonë aq e vlefshme për histori që vinë dhe rrëfen këtu në seancën e parë. Faleminderit ty Elona. Kjo ishte seanca e parë e Dilës, që kuptuam se jo çdo bashkëjetesë dhe jo çdo sakrificë është shpëtim. Bashkë shihemi në seancën e radhës. Ándale.